Themelues dhe kontribues në vite të Partisë Demokratike të Vlorës kanë shprehur emocionet e tyre për 35 vjetorin e lindjes në Vlorë të kësaj force politike. Sipas tyre, ditët më të mira për Shqipërinë ishin në qeverisjen e PD-s. Partia Demokratike e Vlorës është e 4-ta deg që u themelua. Në emër të themeluesve dhe kontribuesve të Partisë Demokratike, foli Vilson Haxhiraj. Në këtë traditë mirë nuk ishte si të mos ndotaj që edhe PD e Vlorës të ishte në radhë e para. Ishte kjo flumë, kjo trashëgimi shumë pozitive që shojnë në krijimin e PD-s Vlorës. Jemi partia e 4 krijuar pas Tiranës, Shkodrës dhe Kavajës. Në 4 janar socialistët bën mitingun e tyre, dhe mitingu ishte që nuk do ta lejmë Sali Berishën që të vinë në Vlorë. Ndodhi e kundërt. Sali Berisha erdhi në një miting madhështor që media vlerësoi më shumë se 10.000 banor, 10.000 pjesëmarrës. Nuk ishte si të ndodhte ndryshe. Ata që krijuan Partinë Demokratike, pavarësisht se u vajti jeta më pas, janë pjesë e historisë së pluralizmit shqiptar. Përshëndeti edhe koordinatori i Partisë Demokratike në qarkun e Vlorës, Aurel Bylykbashi. Ai e cilësoi Partinë Demokratike të Vlorës, një nga degët më të rëndësishme të vendit, si dhe vlerësoi nismëtarët e saj. Ju uroj të gjithëve gëzuar ditën e krijimit 35 vjetorin e krijimit të degës së Partisë Demokratike në Vlorë. Në radhë parë, mirënjohje dhe respekt për të gjithë ato burra dhe gra të cilët 35 vjet më parë krijuan një nga degët e para në Shqipëri, mbas Tiranës, degën e Vlorës. Sigurisht unë ndihem i privilegjuar që më kanë caktuar një detyrë organizative në qytetin dhe në Trevën, e cila ka kontribute të jashtëzakonshme në gjithë historinë e Shqipërisë. Themelimi i Partisë Demokratike ndryshoi rrjedhën e historisë së Vlorës dhe Shqipërisë, edhe për të rinjt që sot aspirojnë në këtë forcë politike. Për mua është një nder i veçantë të jem sot këtu, në këtë ditë simbolike, jo thjesht për të përkujtuar një datë, por për të nderuar një akt guximi qytetar dhe politik që ndryshoi rrjedhën e historisë së Vlorës, themelimin e Partisë Demokratike të Vlorë. Unë i përkas një brezi që nuk ka jetuar drejt për drejt vitin 1990, por që është rritur me rrëfimet, sakrificat dhe idealet e atyre që nuk pranuan heshtjen, frikën dhe padrejtësinë. Në vitin 1990, në një kohë frike dhe heshtje, Vlora zgjodhi të flasë, zgjodhi lirinë, zgjodhi demokracinë. Nën kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare, Luciano Boçi, theksoi gjatë një interviste për televizionin 6+1 Vlora se themelimi i Partisë Demokratike mbetet padyshim një ngjarje shumë e veçantë në historinë pluraliste të Shqipërisë. Ngjarje e veçantë për Vlorën ka një domethënie shumë të madhe sepse ka qenë nga degët e para dhe nga degët që mbajti lart tonusin e fitores Partisë Demokratike. Ndër vite duam ta rikthejmë në atë lavdinë e dikurshme. Vlora i ka potencialet dhe ka shpirtin e saj dhe unë besoj se kjo gjë do ndodhi shumë shpejt.